Faza e dytë, ndërtimi dhe implementimi i platformës digjitale. Pra kemi një revolucion në sistemin e burgjeve aktualisht për digitalizimin e gjithë sistemeve të punës, duke përfshirë edhe risin për krijimin dhe realizimin e seancave gjyqësore me video call. Pra kemi një risi në sistem ku të gjitha seancat gjyqësore sipas kërkesave të gjykatës, dënuarve dhe të paraburgosurve do realizohen me video call. Kjo do sjellë një përfitim ekonomik edhe i kursim ekonomik sa i përket shoqërimeve, lëvizjeve dënuare të paraburgosur për seanca, por dhe nga ana e burimit njerëzore, konsumi i burimit njerëzore, pagesave orëve shtesë, orë suplementare, konsumi i automjeteve e tjera. Shërbime mirëmbajtje automjete, goma, vaj, filtra, shërbime mirëmbajtje, karburant, orë suplementare dhe dieta. Projekte kryesore të investimeve kapitale të planifikuara brenda tavaneve buxhetore në vitin 2026 është 500